Me rastin e ditës së shkollës së muzikës dhe baletit në Ulqin do të filloj prezentimi musical Cinderella, një projekt artistik që bashkon muzikën, baletin dhe teatrin në një shfaqje të veçantë. Në këtë musical marrin pjesë nxënësit e talentuar të shkollës, të cilët së bashku me profesorët e tyre kanë punuar me përkushtim për t'i sjellë publikut një histori moderne. Ky është një projekt i rëndësishëm për shkollën, por edhe për jetën kulturore të qytetit, pasi për herë të parë realizohet një produksion i tillë në Ulqin. Drejtoresha e shkollës, Fatime Buzuku, shpreh se ky projekt paraqet rezultat të punës dhe përkushtimit të nxënësve dhe stafit pedagogjik. Ajo theksoi se shkolla është krenare që për herë të parë sjell para publikut ulqinak një produksion të tillë artistik, duke u dhënë nxënësve mundësinë të shfaqin talentin dhe kreativitetin e tyre në skenë. Shkolla Muzikës dhe Baletit çdo herë ka aktivitete të ndryshme dhe patjetër shumë të bukura. Cilat ishin ato që shënuan këtë periudhë, nëse mund të na tregoni ju si drejtoreshe këtij institucioni? Faleminderit për këtë paralajmërim të bukur. Mundohemi gjithmonë që aktivitetet të kemi në nivele interesante edhe për nxënësit edhe për publikun. Edhe këtë vit mendoj që përfunduam me sukses. Aktivitetet e fundvitit ishin ato 4 koncerte që kemi para parë. Do me thënë kemi filluar me koncertin e më të vegjëlve tanë, të cilin e kemi realizuar tek sheshi i suvenirëve. Aty morën pjesë koret, solistët, por nxënësit ato të më të vegjëlit nga klasa e parë deri te klasa e 4. Pasi që na duhet i përfshijm të gjithë nxënësit dhe kemi një numër të madh nxënësish dhe në këtë mënyrë ato i kemi shpërndarë në 4 aktivitete. Aktiviteti tjetër i dytë ishte koncerti i shkollës së baletit. Edhe ai ishte mjaft i veçantë, posaçërisht sepse këtë vit përcollën gjeneratën e parë të shkollës së baletit, pra klasën e 6, dhe ishte një koncert në tërësi ku morën pjesë me koreografi të ndryshme të gjithë nxënësit e shkollës së baletit. Aktiviteti tjetër ishte koncerti i tretë, ishte koncerti siç ne e quajmë çdo vit koncerti përfundimtar, të cilin e realizuam në shkollë të muzikës. Aty mori pjesë orkestra tjetër, sepse kemi 2 orkestra të shkollës. Njëra nga orkestrat, pra orkestra e vogël, koret e vogla dhe solistët më të mirë, ato të cilët në festivale të ndryshme dhe gara janë shpërblyer me çmime të ndryshme. Ndërsa tani, me rastin e ditës së shkollës, kemi përgatitur një projekt të them mjaft më të madh, është një musical, Cinderella, të cilin do ta shfaqim të shtunën me datë 20 në ora 8 në Qendrën për Kulturë. Si lindi ideja për këtë projekt? Do me thënë pas aktiviteteve të vitit kaluar, kishte një shfaqje baleti, dhe të them drejtën duke parë atë shfaqjen mendova pse jo mos të bëjmë edhe një musical, pasi që kemi një numër të madh nxënësish, nxënësa mjaft të talentuar, nxënësa mjaft të përkushtuar, dhe e pash si diçka të realizueshme. Për të gjithë ato që ndoshta mund të them që nuk ja dinë shumë mirë kuptimin e një organizimi të musicali, si mund t'ja shpjegoni çfarë do të jetë ky organizim? Domethënë, është një organizim mjaft i madh, në skenë do të jenë rreth 90 pjesëmarrës. Në ato 90 pjesëmarrës përfshihen edhe disa profesorë që do i mbështesin nxënësit. Pra përveç solistëve, kemi orkestrën, gjithçka do shkojë me muzikë live, domethënë komplet muzikën e përcjellin nxënësit në përkrahjet profesorëve, pra kryesisht orkestra edhe disa ansamble. Pastaj kemi korin dhe natyrisht pa koreografi nuk mund as të mendohesh faqe, kemi balerinat e shkollës sonë. Pra janë të kyçur shumë nxënës, ato më të rriturit, edhe profesorët që i mbështesin si në piano, në violinë, në orkestër, në këndim. Diçka të veçantë, kemi edhe një mysafire. Ajo është ish nxënësja e shkollës sonë, Arta Ismailaga, e cila do interpretoj këngët e Cinderellës, pra të rolit kryesor.
Ai ishte nxënëse e kësaj shkolle, tani është nxënëse e gjimnazit përgjithshëm, mirë po, në të njëjtën kohë ajo ka regjistruar si e rregullt edhe shkollën e mesme të muzikës për solo këndim. Dhe them që mu bë qefi që edhe ajo është pjesë e këtij projekti dhe në këtë mënyrë edhe shkolla vazhdon ta përkrah këtë punën e saj që ajo bën, se me të vërtetë është e mrekullueshme. Sa kohë ju ka zgjatur për një përgatitje të tillë me nxënësa, me të gjithë profesorët, sa kohë ka qenë një punë intensive? Natyrisht, do të thënë me idenë kemi filluar që në shtator, duke menduar se si do ta konceptojmë, pasi që nxënësit nuk janë marrë vitin vetëm me musical, ato kanë pas edhe plan programin të cilin kanë pas ta realizojnë, sepse kjo është diçka dhe them edhe ndoshta si plus jashtë plan programit. Kanë pas gare të ndryshme, koncerte të ndryshme. Prandaj kemi menduar në atë mënyrë që të përfshijmë sa më shumë pjesëmarrës, edhe në atë mënyrë të ndahen punët që të bie edhe si më lehtë, domethënë të kenë gjithë secili grup një pjesë ku do jetë si në rolin kryesor, qoftë nëse 2 pjesë do i takojnë korit, orkestrës, baletit, domethënë është e menduar në atë mënyrë që secili të ketë atë rolin dhe rëndësinë e tij. Natyrisht, një falënderim i posaçëm shkon edhe për regjizoren tonë, Edina Mustafiq, pa të cilën nuk do kishim mundur ta realizonin, sepse ajo po merret me regjin komplet musiclit dhe me të vërtetë dha një kontribut e një ndihmës të madhe. Po ashtu me skenografinë dua të falenderoj për skenografi dhe kostumografi Jetmira Hoxhën, me thënë kontributi i tyre me të vërtetë është shumë i çmuar për gjithë këtë aktivitet. Përveç që dua të falenderoj secilin koleg për punën e palodhur, si me nxënësit ashtu edhe vetë të cilët janë të angazhuar vetë, më duhet të veçoj kolegë të cilët janë marrë me aranzhimet e këtij musicali, me thënë Islam Axhemi dhe Gzim Xhekaj. Pa nismën e tyre dhe pa atë përkrahjen e tyre se kur ja prezantova që duam të realizonim, të them të drejtën, kolegë dishin pak kështu si me frikë, është projekt shumë i madh, si do ja dalim, dhe me të vërtetë me mbështetjen e profesorit Islam Axhemit, i cili e mori atë hapin që e bëjmë, edhe të them që çdo pjesë është aranzhuar edhe përshtatur pikërisht për mundësitë e nxënësve tanë, do të thënë duke marrë parasysh me orkestrën që ne disponojmë, instrumentistët që ne disponojmë, ato janë gjitha të përshtatur dhe të aranzhuara pikërisht për ta. Shkolla muzikës dhe baletit ka pasur më herët një musical, apo është hera e parë që ju e konceptoni dhe do ta organizoni? Jo, kjo është, jeni të them me të vërtetë krenar, sepse kjo është hera e parë që kemi arritur të realizojmë në një projekt të tillë, sepse është projekt i madh, sepse janë të kyçur shumë pjesëmarrës dhe me të vërtetë mendoj që është një kontribut i vlefshëm edhe për qytetin, edhe për nxënësit, gjithsesi kjo do i mbetet një kujtim shumë i bukur dhe shumë i vlefshëm në të ardhmen e tyre. Cilat kanë qenë ato sfida më të mëdha për realizimin e këtij musicali? Na treguat që keni qenë pak edhe kolegët pak skeptik, sepse është një projekt goxha i madh dhe duhet shumë punë për një realizim të mirë, por si i ballafaquat ato problematikat, ndoshta nëse mund të them, kështu sa do të vogla ndoshta nëse kanë qenë. Domethënë, problematikat janë pjesë e jetës ose problemet që hasim vazhdimisht, ai që punon has në vështirësi, asgjë nuk realizohet lehtë. Kështu që disi personalisht jam një person që shikoj përpara gjithmonë çka mundena me përmirësu, si mundena me rregullu, jo pse ndodhi, si ndodhi, por okay, ka ndodhur, vazhdojmë planin tjetër, vazhdojmë solucionin tjetër. Dhe disi më vështira ishte të gjejmë terminat për provat e përbashkëta. Për atë shkak edhe kemi shtyr pak datën, sepse nxënësit kanë pas obligime të ndryshme, testime në shkolla, matura të ndryshme dhe na është dashur që ta bëjmë ndoshta jashtë, sepse mësimi ka përfunduar me 12, ne jemi duke zhvilluar projektin me datë 20, por me të vërtetë nuk ishim mundësinë tjera. Na është dashur që ta shtyjmë me datë 20.
Dhe ndoshta ky organizimi që ti mbledhin provat e përbashkëta që gjithë jenë prezent, ishte ajo pak si më e vështirë që ti përshtatemi secilit. Mirë, po ja dolëm. Ju urojmë shumë suksese. Sa është i rëndësishëm ky projekt për nxënësit dhe pjesëmarrja e tyre në këtë shfaqje, nëse mund të them kështu? Është diçka e re. Kanë mësuar edhe të them për një zhanër të ri, përveç që aty interpretohet, këndohet, vallëzohet, aty edhe aktrohet, aty po merren edhe me mimik, edhe me posaçërisht për solo këngëtarët, të cilët janë edhe bardhësit e roleve kryesore, është shumë e rëndësishme për një përgatitje për një të ardhme, sepse ato, nëse duan të vazhdojnë një shkollë të mesme, një shkollë të lartë për solo këndim, ato e kanë edhe si lëndë mjeshtri aktrimit, domethënë këtë interpretimin skenik. Mendoj që është një plus i madh për nxënësit tanë që të kenë një eksperiencë të tillë, pa filluar mirë hapat e karrierës ose të them profesionit të tyre të vërtetë. Çfarë mesazhi përcjell Cinderella dhe pse zgjodhët pikërisht këtë vepër, sepse është një vepër interesante, por pak e vështirë. Sa i përket përzgjedhjes, personalisht jam angazhuar shumë sepse jam munduar që ta përshtasim pak edhe vështirësinë e gjithë veprës, duke marrë parasysh me çfarë zërash disponojmë, duke i marrë parasysh mundësitë e nxënësve, profesorëve, domethënë ishte një selektim nga kolegët, nga unë vetë si më i duhuri. Dhe natyrisht që mesazhin gjithsesi e ka të mirë. Mendoj që të gjithë e dimë Hirushen. Dhe mesazhi që me guxim dhe me mirësi arrihet çdo gjë është një mesazh shumë i bukur. Edhe ndoshta edhe përmes këtij musicallit ti mësojnë fëmijët disi të rriten bashkë me artin. Ta jetë arti edhe kultura të jetë si pjesë e jetës së tyre të pandashme. A mund të presim edhe projekte të ngjashme artistike nga shkolla në të ardhmen, me që tani e keni thyer atë akullin dhe po vazhdoni me diçka të tillë? Konkretisht nuk mund të them asgjë, mirë po gjithsesi them që Shkolla e Muzikës gjithmonë do synoj të bëj projekte sa më të mira, të përkrah sa më shumë nxënës dhe të jemi gjithmonë me atë frymën motivuese dhe frymëzuese edhe për të tjerët. Çfarë do të thoshit qytetarëve të Ulqinit për t'i ftuar të ndjekin këtë shfaqje, sepse është e para që do të mbahet dhe do të shfaqet në skenën e Qendrës për Kulturë? Po, natyrisht që mos ta humbisin, sepse është një vepër që nuk është e zakonshme as e përditshme, me të vërtetë duhet shumë punë për ta sjellë dhe për ta vendosur në skenë. E padyshim që mendoj që jemi ne të gjithë ato që duhet i përkrahim të rinjt tanë të cilët kanë punuar me muaj dhe me ditë, me orë të tëra, ishën me të vërtetë të palodhur dhe mendoj që duhet të përkrahim punën e tyre dhe në këtë mënyrë të nxisim ato që të vazhdojnë drejt një rrugë sa më të mirë dhe të përparojnë sa më mirë. Musicalli Cinderella pritet të jetë një nga ngjarjet më të veçanta kulturore të këtij viti në Ulqin, duke sjellë në skenë talentin, përkushtimin dhe kreativitetin e nxënësve të Shkollës së Muzikës dhe Baletit. Përmes muzikës, vallëzimit dhe interpretimit skenik, publiku do të ketë mundësi të përjetojë një mbrëmje të mbushur me emocione, art dhe magji, duke dëshmuar edhe një herë rëndësinë e investimit në edukimin dhe zhvillimin artistik të gjeneratave të reja.